Ta më sa bë, duhesh me e prish gjumin. Duhesh me e largue, dyshekin, jargonin. Duhesh me shku me marr abdes. A është dimër ftoft, se duhesh me shku në xhami, andaj domethën ka shumë punë për me shku me fal namazin sabat. Po edhe ikindia është ashtu. Te ne nuk e kena qatë problem, ama te venet arabe që është nxet e kanë problem. Se zakonisht ata flenë mes drekës dhe ikindis. Edhe që është një për suneteve, sot të ne shërlit, Shkupja nuk e përdorin atë. Kurse katonar që jetojnë për katun e përdorin. Qka është ajo? Me flet mes drekës dhe ikindis. Pse? Pse du të me flet? Mes drekës dhe ikindis. A kush e? Qetër. Kush qetër? Kush e di? Një libër. Një libër. Njeri tru, do më thonë masë është një që të me pushue. Zakonisht njerë s'pin kafe, po Suneti për Amerika në selam, Pse? Po. Shkencës e Europë, do më thonë, një profesorit e në fakultet, është doktoraturët në Gjermani. Ka njeri në tru është një pjesë, cila ka qenë, po ka me pushu duhet, mes më thonë drejkas. Edhe do më thonë, ka këtatu shkencëtar që, si pas sunetit më thonë që kena na, du të me fletën. Ato zakonisht njerë s'pin kafe, edhe japin do më thonë fuqi, edhe majnë ala do më thonë lëvizat tunin në basë. Kjo me shkencë, me fej? Hajde me fej, tamo, me shkencë, Allah është problem. Me fej, hajde, ka është një sebeb pejgamberi ka cek në hadith, e ka përmend në hadith. Me roni pushim në hadithës. Jo, pushimi po, pejgamberi ka flet, sunet pejgamberi ka, ama e ka kalkuar i letë. Jo, kjo unë e thash që është sunet, po është sebeb, pse pejgamberi ka cek sebepin, pse du të me flet? Pse du të me flet mes drekës dhe ikindis? A shkrej një report të vjetë. Ajde, shejtant, kilu, thot pejgamberi, kilu, kajlule, e keni ngu fjallin kajlule. Kajlule është dhe më thonë ajo pushimi mes drekës dhe ikindit. Dhe thot pejgamberi, kilu fejnë shejatine la je kilu. Bëjnë një kajlule sepse shejtan qatë moment nuk flenë, janë në për treg, janë në për njerëzi. E qatër mas shumë diçka vlojnë shejtan të njerëzi mes drekës dhe i ikindis. E për këtë shkak njeriu duhet me pushua dhe më thonë qatëre, dhe më thonë me ju hik, dhe më thonë Shkoj menja mu. Gjist libre. E kjo është. O do normalisht di, së në bona sebe, të me vidu ki librën. Në Allah është problem. Shmon sebe të me su një vlonë. Po e kisë edhe shku. Se vabët i ka. Po, ku ta lexoj e shkon edhe cija të të lexoj. E kjo. Ate mos e lexoj. Njeriu kur flen mes drekës dhe ikindis, në më thonë, atërë dhe më thonë, është një presioneteve që dhëtë më fitë. Ama pyetja ku ke be se arrohet është. Shqiria namazi... Qashtu, po. Dytë namazet. E tash, në vaktin e ikindis, njeriu kur flen, zakonisht arabët edhe, është në zeti madh. Atje, në zeti madh është vala, ma e madhe në zetit është mes drekës dhe ikindis. Ata arabë pushojnë, edhe e kanë vështirë më uqu për një ikindi. Edhe e kanë vështirë më uqu për një ikindi me e falë namazin me xhamat. E për këtë shkak dhe më thonë thot pejgamberi kush i fal 2 namazet softe e fal e ka xhenetin.